Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin debatin Channel One. Unë kam ftuar sot zotin Ironim Bazo, shef i shtabit të ushtrisë shqiptare. Mbrëmë, mirë se erdhët. Mbrëmë, mirë se u gjeta. General, unë të uroj sot gëzuar Krishtlindjet. Është një urim që është specifik edhe për atë që ju profesioni se gjithë festojnë, gjithë bëjnë festa, ushtarakët nuk e kanë kështu. Gëzuar. Gëzuar edhe juve. Pavarësisht se ju e shtruat në formën që ne po punojmë në ditën e festës, është kënaqësi e veçantë që të hapet ekrani datën 25 dhjetor, që është ditë nga më të shënuarat kalendarike në jetën tonë përditshme, edhe është rasti më i mirë që t'ju uroj publikut mbar që na shikon, gëzuar Krishtlindjet, më mirë, por urimi më i veçantë shkon për njerëzit në uniformë, burrat dhe gratë të forcat armatosura që shërben në uniformën e nderuar të popullit shqiptar. Urime, gëzuar. Edhe unë i bashkojmë këtë urimit për të gjithë ata ushtarak që janë pjesë e ushtrisë shqiptare. General, si ka qenë ushtria shqiptare gjatë vitit 2014 që po mbyllet? Data 25 përkon njëkohësisht edhe në kalendar është fundi i vitit edhe është kohë e përshtatshme për të ndalur, të marrësh pak frymë edhe të hedhësh shikimin pas për të parë si ka shkuar viti 2014. Do të thoja pa hezitim që ushtria shqiptare ka funksionuar më së miri gjatë këtij viti në këndvështrimin e përmbushjes me sukses të misionit saj kushtetues, ligjor, human, në ndihmë të popullatës civile. Pra, i gjithë spektri i detyrave që kryen forcat armatosura gjatë 2014-s, mund ta them edhe një herë pa hezitim që është një bilans pozitiv, i kënaqshëm, e pse jo na bën krenar. Por padyshim që forcat armatosura shqiptare sot janë dhe pjesë e aleancës së NATO-s. Dhe si çdo vend tjetër, dhe si çdo ushtri tjetër e aleancës, është në transformim dhe është futur një procesi transformues të pandërprer. Për këtë ne mund të flasim edhe gjatë emisionit, por kryesore ka qenë në çështjet transformuese, ka qenë paketa ligjore e sapo përmbyllur në Parlamentin shqiptar dhe struktura e re e forcave të armatosura, tabela e re e organizimit të pajisjeve, vendosja në vendet e duhura të personelit, menaxhimi i personelit, e plot pika tjera që ne mund t'i prekim gjatë bisedës. Patjetër ne do t'i prekim general, po ju mund të rendisni disa momentet më të rëndësishme të vitit 2014 për ushtrinë shqiptare. Të kapim pikat kulmore, e kuptoj. Ose si thënë, highlightet e 2014-s për forcat armatosura. Sikundër e nisa, pjesa ose çështja më kryesore, pika kulmore është përfundimi i paketës ligjore, ligji për autoritetet dhe pushtetet e komandimit strategjik në forcat armatosura dhe ligji i ri i karrierës. Më pas së fundi dhe ligji i ri i disiplinës për forcat armatosura, i shoqëruar me disa akte në ligjore të cilat jemi ende duke i punuar. Kjo paket në fundit është reform, fjala reform duhet shoqëruar se s'bën me ndryshimet e domosdoshme ligjore. Kur vendos shtratin ligjor, do të thotë që ke filluar të reformosh diçka. Po në këtë aspekt do të thoja që ne sot kemi planin e ri të përhapjes dhe vendosjes forcave armatosura, i cili shoqëron tabelën e re të organizimit të pajisjeve, ato që populli rëndom e thot struktura e re e forcave armatosura. Kemi bërë një hop cilësor në zvoglimin e shtabeve kryesore, e komandave kryesore, për t'i dhënë më shumë frymëmarrje operacionalitetit dhe njerëzve që punojnë. Ose, si thot një fjalë e urtë që përdoret më shumë matan oqeanit në Shtetet e Bashkuara, kemi më pak shefa dhe më shumë indianë që punojnë. Po të vazhdonim me pikat kulmore në pjesën operacionale të çështjes, do të thoja që krenarisht këtë vit, do të thoja me krenari, neve kemi certifikuar, NATO më mirë të themi, ka certifikuar batalionin e dytë të këmbësorisë të forcave toksore, i cili është sot batalion prioritar, është njësia e përcaktuar për të qenë, si thosh, detyrimi shqiptar ndaj
forcave reaguese të NATO-s, dhe kjo ka qenë një arritje e suksesme, pra kemi batalionin e dytë të certifikuar, kemi kryer me sukses pa tjetër operacionet brenda dhe jashtë vendit. Jashtë vendit kemi përmbyllur me sukses 2 operacione, njëri operacionet e mirënjohura Eagle dhe operacionin e Military Advisory Team, që quhet, ose MAT, të forcave të sigurisë afgane. Janë kthyer shëndoshe mirë, faqe bardhë në Shqipëri dhe i përmbyllën me sukses në kuadrin e operacionit ISAF. Por njëkohësisht mund të them, sepse sapo kemi dërguar, para një jave kemi dërguar kontingentin e ri që do të marrë pjesë tashmë në operacionin e ri që pason operacionin ISAF, që quhet RSM ose Resolute Support Mission. Praktoj operacionet e mirëfillta luftarake jashtë vendit, ndërsa në operacionet brenda vendit, sikundër e thash, kemi marrë pjesë krenarisht, duke qenë institucion pararoj në goditjen ndaj emergjencës mjedisore në fillim të vitit, e më pas në ndihmë në rastet e përmbytjeve, të zjarreve, ku kemi kryer një detyrë në përmasa modeste, por në mënyrë shëmbullore, duke ndihmuar sa do pak dhe kryer misionin kushtetues që na takon. General, këto janë ato që janë për tu evidentuar, janë interesante, po për ne gazetarët ka gjëra tjera plot që duhet i ndajmë sot dhe që publiku është i interesuar. Ushtria është krenari e kombit dhe nëse nuk është në cilësinë e saj më të mirë, është normale që ne t'i kërkojmë shtetit, t'i kërkojmë qeverisë, ushtria të përmirësohet, sepse buxheti nga 2% është 1%. Si do realizohen këto? Patjetër, më vjen mirë që ju e shtroni në këtë frym pyetjen si një dashamirës i hershëm, dhe pse jo dhe si një prej nesh, si një ish pjesëtar i yni, dhe më vjen mirë që jam krenar për këtë, general. Edhe ashtu duhet jeni, ashtu qofshi, edhe ashtu mbetësi për herë zoti Qafoku. Është kënaqësi që ne bisedojmë edhe në një rrafsh më të lehtë mirëkuptimi, do të thoja. Dhe pyetja që shtroni ose çështja që ngrini është tepër e rëndësishme dhe tregon shqetësimin qytetar dhe aq më tepër dashamirësinë tuaj dhe të publikut që ju ndjek mbi mbarvajtjen e forcave armatosura. Dhe është plotësisht e drejtë sepse në fundit janë taksapaguesit shqiptar ata që mbajnë në këmbë forcat armatosura. Dhe një nga mënyrat se si shprehet ky vullnet është pikërisht nëpërmjet alokimit të financave duara dhe buxhetit. Ju thatë që sot jemi ke 1%, është e vërtet që në Shqipëria kalon në një situatë me shtrëngesat e veta që shoqërojnë këtë zhvillim, shtrëngesat financiare, në një situatë të rënduar financiare dhe më gjërë rajonale dhe europiane përtej saj, por megjithatë në dokumentin ton të strategjisë ushtarake, strategjisë kombëtare ushtarake, që pason dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare. Dhe po kështu në planin ton afatgjatë të zhvillimit, që së shpejti do të kalojë dhe në parlament, së bashku si paket me strategjinë ushtarake kombëtare, shprehet qartë që tendenca dhe fryma dhe angazhimi i forcave të armatosura dhe i qeverisë shqiptare do të jetë për të mbështetur në rritje nga ky moment, për të mbështetur në rritje forcat armatosura, derisa të arrijë atë nivelin e kërkuar nga aleanca, që do të jetë 2%. Pra gjithsesi 2% për gjitha vendet e aleancës, siç doli edhe në samitin e fundit të Walesit, do të jetë gjithmonë një pikë tërheqëse, një pol, një nord për t'u arritur, për t'i kujtuar gjithë një vendeve anëtare që tentoni drejt 2%. Kështu ishte edhe udhëzimi i fundit. Pra, kjo ishte fryma e samitit të Walesit. Do më zoshme 2%, por tentoni? E rëndësishme është që njëra anë është kufit fizik, shifror të buxhetit, dhe ana tjetër është mekanizmat dhe sistemi që ngrihet për ta realizuar këtë buxhet me efikasitet. Dhe mendoj që ne pikërisht këtë po bëjmë, pavarësisht nga 1% që ju përmendët. E rëndësishme është që edhe viti 2014 tregoi dhe 2015 i pritshëm
1% që ju përmendët, neve kemi përmirësuar mekanizmat e të qenit eficient në përdorimin e këtyre parave. Pra ne di më mirë se ç'do të bëjmë me ato para. Kemi në përfundim dhe projektet përkatëse për ta thithur me efikasitet këtë financë, këtë para të taksapaguesve. Dhe kjo është tepër e rëndësishme për ta thënë, sepse kur di ku shkon, kur ke projektet qarta, kur ke idenë dhe vizionin e qartë, je më i mirë përgatitur për të thithur dhe para shtesë. Dhe një nga mekanizmat, më lejoni t'ja u rikujtoj, një nga mekanizmat që përdori qeveria, pavarësisht nga ky nivel 1%-sh që përmendëm deri tani, forcat armatosura do t'jenë të parat dhe prioritare për të përdorur të ardhurat e dala nga burimet e dyta e të treta. Pra, kur je i përgatitur, gjatë vitit 2015, në këtë këndvështrim dhe buxheti do të pësoj rritjet e veta sipas të ardhurave që kanë një mekanizëm të ri dhe një vendim Këshillit Ministrave të ri që përdoret direkt në interes të modernizimit dhe të investimeve për modernizim në forcat armatosura. Kjo është pak a shumë balanca që do ta zbusi disi këtë shifër që ju me të drejtë thatë që ne i duam forcat armatosura të ikin. General, të ndjekim të momente një insert, kthehemi sërish në studio. Patjetër. Nuk ka krenari më të madhe se sa të shikosh nderin që i bëni ju flamurit kombëtar. Sot jemi një forcë armatosur që militon denjësisht në organizatën politiko-ushtarake më suksesshme të historisë moderne të njerëzimit. Jam sërish mirënjohës, jam krenar, pse jo, për atë çka bëm, çka mundëm bëjmë modestisht, për t'i rivendosur dhe njerë derin dhe dignitetin gradave në trupën e nënoficerëve. Besoj që në ato ditë daton rivendosja dhe tashmë institucionalizimi i nëntetarit, tetarit, reshterit, kapterit dhe krye kapterit. Faleminderit, ndoj që insert ku ju është një pjesë nga që unë kam shkëputur nga një fjalim tuaj në një nga ceremonitë e shumta që ju keni mbajtur fjalim pikërisht për atë që quhet cilësia apo niveli i ushtrisë shqiptare. Dhe pyetja ime është realisht si është niveli dhe cilësia e ushtrisë shqiptare, duke qenë se ne jemi antar të NATO-s. Ju falenderit edhe njerë, zoti Qafoku, për insertin interesant dhe për vëmendjen që tregoni në veprimtarinë e përditshme të forcave armatosura. Më kujtohet, po patjetër më kujtohet mirë rasti në fjalë, sepse ndodhi para një javë ose 10 ditësh, kur ceremonia i kushtoi shpalljes nënoficerit vitit. Një traditë që shpresojmë të kthehet në traditë, ky ishte viti i dytë që ne shpallëm nënoficerin më të mirë të vitit, sepse ka të bëjë direkt me atë që thatë ju me cilësinë e performancës së forcave të armatosura. Sot jemi në një forcë armatosur tërësisht profesioniste dhe roli dhe vendi i nënoficerit duhet të shkojë njësh dhe përshtat këtij zhvillimi cilësor të performancës. A ka shkuar general? Do të thoja që ka një ndryshim të dukshëm cilësor nga ajo që unë dhe ju si më të vjetër kemi trashëguar, kur perceptimi për nënoficerin ishte thjesht qofse Leoni të përdor një shprehje më e them unë se nuk e shkon ju. Depogjiu ose kapteri. Ose kapteri që bën në fakt ishte baza thelbi. Thjesht një nga profesionet e nderuara që ata kryejnë në forcat armatosura, një nga shërbimet që ata kryejnë është ai i logjistikës ose i mirëmbajtjes, transportit, menaxhimit materialeve kështu me radhë. Kjo është vetëm një anë, por nënoficeri pikërisht siç tentuam të thonim gjatë asaj ceremonie, nënoficeri është udhëheqësi i drejt për drejt i stërvitjes. Udhëheqësi është këshilltari, mentori i oficerit, sepse është ai që bart atë që quhet memoria institucionale ose memoria e njësisë. Oficeri lëviz si rregull më shpesh ecën më shumë në grad në një farë mënyre,
lëviz nga njësia në njësi, dhe ku shkon oficeri i ri për të marrë togën, në rastin fillestar, kur prezentohet me forcat armatosura, do të gjejë aty patjetër nën oficerin i cili ka të paktën 18 vjet në shtëpinë si komandanti real i togës, që i njeh njerëzit, i ka stërvitur ata, dhe është mentari këshilluesi më i mirë i këtij oficeri. Dhe shpeshherë edhe në botën e përparuar, që pëlqen ta quaj unë, ose në vendet e aleancës, plot oficer madhor kujtojnë me nostalgji, me respekt, mirënjohje thellë, me përulje, nën oficerin e parë që ka gjetur kur ka hyrë në ushtri për të shërbyer. Me stërvitjen e atyre ushtarëve që i kanë qenë në Vietnam apo dhe në linjën e mesme, kanë qenë në oficera. Pikërisht e thatë shumë drejt. Pra këtë tentojmë të kemi dhe ne po ecim drejt këtij qëllimi. Edhe ngjarja e fundit bënte fjalë pikërisht për këtë. Dhe interesante ishte se në sistemin ton, në atë sistem konkurimi që ngritëm, nën oficeri i vitit këtë vit u shpall një femër rreshtere. Dhe kjo është prap një ngjarje për të shënuar. Pra kjo është cilësia e performancës forcat armatosura. Ne mund të flisnim për rritjen cilësore edhe në kuptimin e modernizimit, zoti Qafokus, sepse ne sapo kemi mbyllur dhe kemi vënë në udhë të mbar disa prokurime të reja që do të ndryshojnë dal nga dal armatimin e lehtë dhe municionin për katës në forcat armatosura. Pra, ne po lëvizim drejt ndryshimit, ose si të thuash, nxjerrjes në pension të automatikut Kalashnikov, ose Kalashit që e njeh popullit të famshëm, model 47, i cili ishte arma simbol, arma kryesore që gëllon në forcat armatosura. Ai do të ketë fazat e tij të pensionimit. Kur mbaron që nuk do ketë më? Kjo do të marri një periudhë 4-5 vjeçare. 4-5 vjet. Po, sepse ne do fillojmë me batalionin prioritar, që është batalioni i dytë i Këmbësorisë në forcat toksore, duke ushtrirë dal nga dal në gjithë forcën toksore. Dhe mbas 5 vjetëve general. Dhe besoj që tash kjo është një parashikim, një draft parashikimi imi në sy të parë duke u përgjigjur, por Kallashi i vjetër dhe i dashur do të dal nga dal në rezervë. Dhe me çfarë do zvendësohet? Zgjedhja që është bërë në prokurim, arma fituese që do të jetë plotësisht e standardeve të NATO-s dhe do të jetë ajo që quhet arma M4, modeli M4. Është një pushkë automatike e kalibrit 5.56, siç është rëndom në tërë ushtritë e NATO-s. Po. Dhe kjo të bën Pse kam një kështu që këtë e quajnë të vjetëruar general? Këtë armë. M4 është e vjetruar? M4. Jo F4. Jo F4, M4. Sepse kanë disa të domethënë F4 nuk bëhet fjalë për F4. Jo, nuk bëhet fjalë fare për F4, bëhet fjalë për M4, që është një version i përmirësuar i M16-s e kështu me radhë. Kjo është arma që përdoret rëndom në forcat e armatosura të ushtrisë të Amerikës, Shtetet e Bashkuara. Nëse regjia ka të mundur që në Google Image të gjejë armën M4, do ishte shumë interesante që me generalin që ta komentonim. Cilat ushtri e kanë në përdorim? Po, unë sapo e thash që M4 është gjërësisht e përdorur në vendin e origjinës dhe ku prodhohet, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesa dërmuese e tyre përdor M4-ën, dhe disa ushtri të tjera që tani për momentin nuk më vinë në mend që ti përdor. Antarët NATO-s. Por që e rëndësishme është ndërveprueshmëria lidhet me furnizimin më të lehtë dhe më të arritshëm me municionin që shoqëron këto armë. Pra, mos harrojmë që bëjmë fjalë ne lëvizim nga kalibri 7.62 mm në 5.56, që është si thua kalibri që përdorin të tëra ushtritë e NATO-s në armatimin e lehtë. Dhe kjo të bën më të ndërveprueshëm. Ti je në fushë betejë, në operacion, dhe është më lehtë të shkëmbesh rezervat e municioneve me njëri tjetrin. Kjo armë është besoj shumë më lehtë nga është dhe më e lehtë në përdorim, është më efikase. Sa era do të thjesht tani unë bëj pyetje ushtarake. Kjo është 2.8 kg. Ndërkohë që Kallashi ishte? Kallashi ishte 3.4. Në mos gabosha. General, ky është
po themi maja e modernizimit, do të thënë zvendësimi i armatimit, kemi edhe gjëra tjera? Tani po themi armatimi i lehtë shoqërohet patjetër me armatimin e lehtë, siç fola me pushkën automatike, por patjetër edhe me mitrolozët e lehtë, me granatëheqësin e lehtë, me pistoletat, pra me armatimin bazë të lehtë, siç i ka hije një batalionit dytë të këmbësorisë së lehtë motorizuar, që ne e quajmë batalionin e dytë, dhe dal nga dal e tërë forcat toksore. Dhe kjo nuk është pak. Po kështu jemi në tratativa dhe marrëveshje për të furnizuar dhe me mjetet e transportit më moderne këtë batalion, pra me flas për kamion. Okej. Kjo është? Ajo është po pse ku e morët kështu në transmetim të armës automatike më Kjo është general? Po, është saktë? po, në pamjet pare shikoj që ai është. Kjo është. Shumë e lehtë, shumë e vogël. Është i ngjashëm, pra shikoni, domethënë, edhe po të shikoni Heckler & Co, po të shikoni Beretta dhe të tjera, në pamjet parë, prandaj edhe këtu ku jam dhe siç e shikoj është pak a shumë i njëjti. Duhet ta kesh në dorë dhe ta kuptosh që është M4, apo është G36, apo është Heckler & Co, apo është Beretta, e kështu me radhë. Po gjithsesi ju falenderoj dhe që ju sollët pamjen direkt në studio për televizor. Falenderoj Regjin dhe gazetaren e emisionit Ornelin që bërit mundu me njerë e gjeti në Google Image. Falenderimet ju. General, dhe po thoshit që kjo do shtrihet në gjithë armatimin e lehtë, por dhe në atë që quhet në transport. Ku, si? Në transport e kisha fjalën që jemi në marrëveshje dhe me forcat e armatosura të Republikës Turqisë, jemi një marrëveshje për të furnizuar me disa mjete transporti trupash për këtë batalion. Pra që dal nga dal të unifikojmë dhe standardizojmë flotën e transportit që për hir të vërtetës ne trashëgojmë një mori varieté të ndryshme mjetesh transportit, të cilat nuk është se i bëjnë nder të madh imazhit të forcat armatosura. Pra ky është trendi dhe në këtë drejtim. Po kështu trendi i modernizimit, si kundër ju e keni ndjekur, besoj, neve plotësuam edhe helikopterin e 4 Cougar, tashmë në përdorim të forcave tona ajrore. Pra plotësohet paketa me 4 helikopter Cougar, plotësua paketa me lëshimin në det të anijes tipit Iliria nr. 4, çka e bën më operacionale flotën tonë detare, vendos një kontroll më të mirë në ujërat tona territoriale dhe krijon më shumë shanse për operacione kërkim shpëtimi dhe për bashkëveprim me flotat e tjera mike aleate. Kjo është pjesa logjistike, po pjesa e burimeve njerëzore? Po, patjetër që dhe pjesa e burimeve njerëzore shkon dhe pjesa më e vështirë dhe më delikate, sepse kur flitet për asetin njeri është krejt një çështje tjetër, po që shkon së bashku me këtë modernizim. Unë e përmenda që në krye të bisedës, zoti Qafoku, që ne kemi tashmë dhe një ligj të ri të përparimit në karrierë, ose ligjin e gradave, siç njihet rëndom në gjuhën tonë të ushtarakëve, çka do t'i japi një frymarrje më ndryshe vetë menaxhimit personelit dhe përparimit brenda piramidës së karrierës së një oficeri ose nën oficeri. Po kështu është ky sistem që po ngrim shoqërohet edhe me një menaxhim më efikas, më transparent të mënyrës së qarkullimit në vende të ndryshme të shërbimit, të repartit njësisë shtabeve, për të sjellë pra pikërisht njeriu e dur në vendin e dur. General, po pjesa tjetër e atyre që quhen të diplomuarit për si ushtarak dhe shkollat që ne dim që shumë student mbarojnë jashtë, qoftë edhe në vendet anëtare të NATO-s, por edhe në vende të tjera. Sot aktualisht një i ri shqiptar që do të ndjek karrierën ushtarake, si funksionon? Ku e nis shkollën, arsimimin? Okej. Pyetja prapë, dhe kjo është një pyetje interesante që do doja patjetër ta diskutonim së bashku. Pra, rekrutimi në forcat armatosur ka disa mënyra. Ne rekrutojmë ushtarin, rekrutin, i cili mund t'i hyjë shërbimit në forcat armatosura për të ecur përpara në karrierë, për të arritur në gradat më të larta të trupës nën oficerëve, ose në një moment caktuar të kohës përshtatshme ligjore,
dhe të backgroundit të domosdoshëm arsimor, mund të hidhet dhe të shkëmbej piramidën për të bërë futur në piramidën e të bërit oficer. Sepse në sistemin që po adoptojmë dhe po vendosim dhe po e përsosim, është që mënyra e rekrutimit të oficerëve të rinj është në përmjet këti kursi bazë që bëhet në akademin tonë të forcave të armatosura, i cili i ngjan pak a shumë sistemit të kursit të kandidatëve për oficerë që zhvillohet pak a shumë në disa nga shërbimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra është një kurs me i përshpejtuar, ku ka si parakusht pasjen e një diplome bakalorati, pra të nivelit të parë të diplomimit bachelor. Kjo e rrit disi, në një farë mënyrë e rrit moshën e hyrjes, dhe atë pjesën e brumit që hyn 18, sepse tani bie që të hysh edhe 20, edhe 21, por lejohet deri në 27 vjeç, sepse kështu e thot kufiri ligjor. Pra, ky është prurja kryesore do të jetë nga ato djemë dhe vajza që dëshirojnë të shërbejnë, që kanë kuptohet gjithë parakushtet e tjera ligjore, siç është për çdo kënd që shërben forcat armatosura, dhe brenda një viti duke kaluar në këto faza stërvitore dhe shkollore që i ngjajnë, dhe ne kemi këtë modelin e shkollës së kandidatëve për oficer që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, ku do të thoja sërish krenarisht, në qoftë se e keni ndjekur, neve nxorëm kontingjentin e parë, po në këtë sistem, por që patën fatin ta zhvillonin këtë kurs direkt në Gardën e New Jersey-t. Pra ky model do adoptohet edhe një herë tjetër, ne do t'i çojmë një grup të tillë për t'u trajnuar dhe për t'u certifikuar atje, por duke adoptuar atë sistem dhe duke e sjellë dhe duke e bërë aktiv në Shqipëri. Pjesa tjetër është kjo që ju sapo thatë, ka dhe një pjesë oficerësh që shfrytëzojmë dashamirësisht marrëveshjet që kemi me disa vende aleate të NATO-s, si Italia, Turqia, Greqia, Shtetet e Bashkuara, Vetëm antarë të NATO-s? Vetëm antarë të NATO-s janë. Gjermania, po kështu. Pra këto janë vëndet dashamirëse që në këto 20 vitet e fundit kanë krijuar... Sa mund tjetë? Kemi një shifrë që sa mund tjetë? Po pa tjetë, ne kemi rreth 10-12 në vit të prurje të reja nga ky sistem. Në varësi të marrëveshjes dhe në varësi të negociatave, të shtesave të mundshme, ose të uljeve, se edhe këto vënde aleate kanë, ato vështirësitë e tyre her pas here vjen çështja e mbulimit financiar, buxhetor, i mbështetjes, që jo gjithmonë është i lehtë për ata dhe për ne. Këto negociata shkojnë, po t'i themi, 12 në 15 në vit, duke marrë tërësisht të gjithë së bashku. Turqia, Italia, Greqia, Gjermania, Britania Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta që janë diplomuar në... Dhe këta janë të mirë prit, këta kthehen dhe futen direkt në shërbimin. Sa është numri i tyre që janë në shërbim general? Mirë këta që diplomohen. Numri i tyre që janë në shërbim do të jetë disa qind. Disa qind. Po t'i marrim në gjithë këto vite. Dhe detyra më e lartë e një të diplomuar i filavjen... Neve kemi sot të diplomuar të tillë, po flasim të diplomuar në nivelin bazë, ju keni fjalën akademinë ushtarake, në nivelin bazë. Ne sot kemi, pa frikë do thoja, kemi disa nën kolonel sot, që janë në gradën e nën kolonelit, dhe besoj që së shpejti do t'i vi radha në njëri për tyre të arrijë në gradën e kolonelit. Si unë po llogaris duke kapur moshën dhe kohën studentët e parë që janë kthyer në Shqipëri kanë qenë të vitit 94, 95. Pra, 20 vite në shërbim, me një karrierë të suksesshme, të spikatur, me shoqëruar me shkollimet e duhura, performancën e duhur, këtë vit ose vitin tjetër mund të nxjerri dhe në një kolonel nga këto kontingjente. Dhe ne në të ardhmen do kemi dhe një shef shtabi të ushtrisë patjetër, këto disa qindra. Antarët të NATO-s. Patjetër zoti Qafoku, nga këto disa qindra dikush patjetër që do të kulmojë në duke bërë generale, pse jo dhe shefi shtabit të jashtëm. Do t'i duhet shumë që të zvendësoj një general, pavarësisht se edukimi juaj ka qenë bazë, ka qenë në Shqipëri. Edukimi bazës në Shqipëri, krenarisht, si kundër kemi bërë së bashku, por
Është një rrugë e gjatë, dhe thoja, por pa tjetër, zoti Qafogël, më vjen mirë që ju e shikoni me këtë dashamirësi. Pa tjetër që e prorët e ardhshëm të ushtrisë shqiptare do t'jenë nga këto kontingjente. Okej, ju kërkoj ndjesë për një ndërprerje publicitare. Publicitet për të kthyer në pjesën tjetër të emisionit. Ministria e Mbrojtjes, qeveria shqiptare janë të fokusuara tek reformat, sidomos ato që lidhen me përmirësimin e sistemit arsimor të ushtarakëve, modernizimin e bazës materiale, sistemin e stërvitjes dhe rigjallërimin e projekteve për cilat jemi dakorcuar me Aleancën prej vitesh, po që pak është bërë. Kemi akoma shumë punë për të bërë për të ngritur forcat tona të armatosura në një pozicion të respektueshëm brenda Aleancës. Por ne jemi të vendosur të rikthejmë dinjitetin e munguar forcave të armatosura, jo vetëm duke u krijuar kushtet për të kryer më së miri detyrat e tyre, por edhe duke eliminuar praktikat korruptive dhe zhvlerësuese të punës së tyre. Jemi të vendosur po ashtu të mbështesim Aleancën në çdo angazhim ku ajo thirret të veprojë, të operojë dhe të ofrojmë kontributet tona në interes të përbashkët për një botë më të paqët dhe më të begatë për krah aleatit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të kryejmë sa më parë detyrimet në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe të vijojmë bashkëpunimin me organizatat e tjera rajonale që adresojnë çështjet sigurisë, me qëllim promovimin e paqes në rajon dhe më gjerë, si dhe anëtarësimin e vendeve të rajonit në strukturat euroatlantike. Faleminderit, kthehemi në studio. General, pse një i ri shqiptar çfarë motivi duhet të ketë që t'i futet karrierës së ushtrisë? Se dikur kur jam diplomuar unë, e dinim gjithë pse, si, qysh. U mblodh lagja në çojnë shkollë ushtarake pse isha me dhjeta. Ndërsa sot është tjetër komplet një sens tjetër i kësaj. Keni shumë të drejtë zoti Qafogël, në kohën tonë, po ja lejoj vetes si them, në kohën tonë kishin disa rrugë më të mirë përcaktuara nga dikush tjetër, nga sistemi që funksiononte në mënyrë të tillë. Hynim pa ditur mirë se çfarë do bënim, me idenë që bëhemi 55 vjeç, dalim pension si etrit e kështu me radhë. Ndërsa sot shtrohet pyetja, sot kemi luksin dhe kemi detyrimin të shtrojmë pyetjen dhe të shikojmë me qetësi arsyet pse dikush do shërbejë në forcat armatosura. Në vendet e Aleancës, që i studiojmë dhe mundohemi t'i ndjekim me korrektesë, me studimet, leximet e mia modeste dhe nga përvoja relativisht e madhe në kontaktet, ka pak a shumë një dakordsi, sepse një person, një individ bashkohet me forcat armatosura për të shërbyer. Dhe do t'i thoj janë pak a shumë katër arsye ose 4 rryma kryesore, të cilat mund të mbushen dhe me nën rrymëza ose si një prua i madh që mbushet me prenjë të vegjël. Këto 4 arsye janë: e para është arsyeja e traditës familjare. Tradita familjare është kryesisht ajo që i nxit, pra ka një farë marketingu paraprakisht edhe shkon me formatim fillestar. Një arsye tjetër e dytë është arsyeja e pasionit ndaj aventurës, për të përballur me diçka sfidante të re, po këtu si nën rrymës ose ajo e treta do të thoja është edhe arsyeja për të shëtitur më shumë, për të përballur dhe për të ekspozuar me përvoja të reja në jetë, dhe e katërta janë arsyet puro patriotike. Dikush që ka zellin, mentalitetin dhe do të shërbej në një farë mënyre ose në një tjetër kombi ti zgjedh këtë të fundit. Tash këto të katërt janë të shpërndarë. Patriotike është e para? Më falni, po duhet dhe një e pestë që është shumë e rëndësishme, thjesht ose nëse do t'i futja ato dytën dhe tretën së bashku, e katërta tjetër është arsyeja e një punësimi. Nuk ka zgjidhje tjetër në jetë, e shikon më të arsyeshme për arsye pragmatiste
futet dhe shërben forcat armatosore. Pra këto janë rrymat që ne me këto ndeshemi. Tash ne këtu duhet të qëmtojmë në vendin ton si funksionon. Unë do të thoja që nga krau pozitiv, nëse do të shikonim anën pozitive çështjes janë arsyet e traditës dhe arsyet patriotike kanë prurjen e tyre, besoj. Por, patjetër jetojmë në një botë reale, në një botë materiale, ku të duhet dhe të fitosh jetesën. Ka dhe një strat që sjell prurjet për arsyen e punësimit, sepse atje shikon veten të punësuar. Por, me të hyrë në këtë bord të ri që quhen forcat armatosore, pastaj është detyra jonë që ti mbajmë të frymëzuar, motivuar, edhe për faktin që ti mund të kesh hyrë thjesht dhe vetëm si një punësuar, dal nga dal do kuptosh që profesioni i ushtarakut është shumë më tepër se sa ai i një zanati të çfarëdoshëm dhe thjesht një vend pune. General, nga 9 president që ka historia e Shqipërisë, Ahmet Zogu, Alfred Moisiu dhe Bujani Shani kanë qenë ushtarak të mirëfillt. Edukimi i tyre, por edhe në punë, kanë drejtuar reparte ushtarake, kanë qenë profesor të pjesës ushtarake, dhe nuk është pak, është gati një model kështu si amerikan që atje në presidencë nuk është gjë e jashtëzakonshme sot që të shkoj një shqiptar, një person që ka një karrierë ushtarake dhe ka informim ushtarak. A janë këta tre edhe një motiv tjetër që një ushtarak i suksesshëm nesër të përfundojnë në presidencë? Më duket sondazhi ose qasja shifrore që bëni ju duket goxha joshse fillimisht edhe për ata që dëgjojnë, sepse në një llogaritje të shkurtër që bëra i bie 30% e presidentëve të historisë së shtetit shqiptar pas kanë qenë ushtarak, ose ushtarak të mirëfillt me shkollim bazë ushtarak. Edhe kjo është shumë shpresdhënëse dhe është pse jo patjetër që përbën një motiv shtesë për këta të rinj dhe të rejat. Është akoma më lart përqindja. Atje jam i sigurt që është më lart përqindja. Më shumë se sa 30%. Po patjetër në 44 president që ka pasur Shtetet e Bashkuara, unë do të thoja ke mbi 60% me një llogaritje të shpejtë të përcipt, me background edhe me ekspozim dhe me përvojë ushtarake të natyrave të ndryshme, por ushtarake. John Kennedy më shumë shqiptarë thonë ai që vra, ai që shpëtoi botën nga lufta bërthamore, po duhet themi që ai ka qenë ushtarak. Patjetër, është sidomos pa ardhur në erën e pas luftës së ftohtë, shumica atyre kanë pasur një përvojë të admirueshme ushtarake. Kështu që pse jo, nuk është joshje e mirë dhe unë ju falenderoj që ju e ngrini si një moment tjetër tërheqjes për ata që duan të shërbejnë forcat armatosura, por do të thoja që ajo nuk mund të kthehet qëllim në vetvete, vetë shërbimin ndaj vendit në uniformën krenare të forcave armatosura të Republikës së Shqipërisë është në vetvete një arritje, është në vetvete një qëllim që ja vlen të ndiqet në jetë, pavarësisht se sa lart arrin. Ne kemi, edhe ju e keni shprehur, rreth 8.000 pjesëtarë të forcave të armatosura. Sa nga këta general janë angazhuar direkt në operacione direkte, në operacionale në ushtrinë shqiptare? Unë do thoja që 100% e pjesëtarëve të forcave të armatosura marrin pjesë në një mënyrë ose në një tjetër, për ditë në operacionet që zhvillojnë forcat armatosura. Në qoftë se do të thonim që në operacionet jashtë vendit, ku Shqipëria ka pasur fatin të jetë pjesë e koalicionit, o pjesë e ISAF-it, atëherë kjo përqindje bie në 20. Unë e kisha këtu të angazhuar direkt në total... Me përvojën operacionale direkte jashtë vendit, për shembull. Mund ta marrim në këtë formë. Ose brenda... Po qëse do ta marrim dhe brenda vendit, unë do t'i qëndroja masës 100% njerëzve në uniformë, në një mënyrë ose në një tjetër. Se duhet, kur flasim për një operacion, duhet kemi parasysh që kemi pjesën që bën operacionin,
pjesën luftarake, pjesën mbështetëse, pjesën që mbështet me shërbime, pjesën që mbështet me logjistik, pjesën që mbështet me transport, pjesën që mbështet me personel, pra të tërë njerëzit në uniform angazhohen për të nxjerrur atë që publiku gjërë mund të shikoj si pjesën e icebergut, mund të portretizoja që një operacion është si një iceberg, një shtata është ajo që shikohet, që ka dukun ekspozimin, mas edhe ekspozimin publik, por janë 6 shtatat poshtë që bëjnë të mundur që ajo të notojë të pluskojë mbi ujë. General, ka një rregull të pashkruar, unë kam përmendur dhe me zonjën Kodheli dhe me ministrat e tjerë paraardhës të saj që punët vend mirë në ushtri kur shefi i shtabit nuk shkon shumë mirë me ministrin. Fati juaj është që ju keni një zonjë të nderuar për ministre, një personazh politik shumë simpatik për ne gazetarët, që duam shumë zonjën Kodheli. Mirë po, kur është çështja për çështjet e ushtrisë, ne duhet i themi disa gjëra në kuptimin e asaj që se si janë këto marrëdhënie. Ajo është e parafemër që e ka thyer atë modelin e një ministri, edhe pse vite nga politika bëhesh i fortë vetvetiu dhe edhe gjithë ushtarakët i rinin gatitu, por kur shkon shumë mirë shefi i shtabit me ministrin, nuk janë punët mirë, thonë ushtarakët me përvojë. Kur shkojnë edhe mirë, po ka dhe përplasje, kjo është idealja. Montrim ke kjo e dyta, por që në mënyrën deklarative që mund thonë ushtarakët e vjetër, ajo për mendimin tim është e kapërcyer, madje do thoja e dëmshme. Kur shkon keq punët, shkokan mirë dhe anasjelltas. Do thoja që jo. Por kjo e dyta që ju thatë. Fillimisht duhet ta vendosim këtë qasje në një kontekst më të gjerë, në ato që quhen marrëdhëniet civile ushtarake, që janë thelbi i kësaj bisede që ju sapo përmendët, edhe i përgjigja një farë mënyrë e kësaj pyetje. Marrëdhëniet civile ushtarake janë boshti që drejton punët e përditshme në forcat armatosura të çdo vendi, aq më shumë në vendet e aleancës, ku bëhet fjalë për një sistem politik një sistem politik që rrjedh edhe një qeverisje që rrjedh nga zgjedhjet e lira dhe demokratike. Pra, po marrim disa parakushte dhe supozime t'i mbyllim dhe kur nuk prekim këto, pastaj mund të diskutojmë se si reflektojnë marrëdhëniet civile ushtarake këtë sistem. Pra, jemi në këtë sistem ku ministri i mbrojtjes është përfaqësuesi i qeverisë në forcat armatosura. Pra, është një person politik që ushtron mandatin dhe paketën qeverisë të një qeverie të caktuar. Ky është roli i ministrit, së bashku me një staf administrativ filtrues që ndihmon, kontrollon, mbikëqyr, supervizon, thash dhe njerë, forcën e armatosur. Dhe pastaj kemi gjithë njerëzit në uniform. Kuptohet, pyetja ju është me vend, se vijnë tani ke majat, kreu i forcave të armatosura, si ndërton dhe si luan brenda kësaj skakjere të marrëdhënieve civile ushtarake. Kështu duhet kuptuar. Dhe kjo është e domosdoshme. Marrja vesh mirë, këshillimi i njëri tjetrit për vendimarrjet e rëndësishme, krijimi i një klime të bashkëpunimit, reflektohet, më besoni, reflektohet menjëherë në tërë klimën e komandimit që zbret poshtë piramidës njerëzve me uniform. Pra, prandaj do të thoja që detyra e një lideri të mirë ushtarak është të debatoj, sikundër thatë dhe ju, të luftoj për më të mirën, të këshilloj dhe të mbaj marrëdhëniet në nivelin e duhur të një marrëveshje të mirë reciproke, sepse kjo i intereson të gjithë njerëzve dhe klimës komandimit që ka poshtë. Kështu do ta shikoja unë çështjen në fjalë, ndërsa në rastin konkret, çfarë lloj ministre me zonjën Kodheli ne kemi marrëdhënie shumë të mira, këshillohemi për ditë, marrim vendimet në mënyrë kolegjiale, ato më të rëndësishmet, dhe për hir të vërtetës, kjo klim, kjo frym bashkëpunimi reflektohet dhe në klimën e komandimit përgjithësi në zinxhirin e forcave të armatosura. Keni dhe gjëra që nuk i ndani me tjetër mendim me zonjën Kodheli?
të marrëdhëniet e shëndetshme civile ushtarake kërkojnë vetvetiu dhe tensione të padëmshme. Që janë normale. Që janë normale. Ato e bëjnë më të shëndetshme klimën e bashkëpunimit në marrëdhënie civile ushtarake, që patjetër ka dhe këndvështrime të ndryshme për çështje të caktuara. Keni parasysh që njeriu që shërben në rolin e ministrit mbrojtjes është pjesëtar i politik, është njeriu politik i një qeverie, çfarëdo qoftë ajo, dhe do t'i duhet kohë, pra është dhe një proces edukimi i ndërsjell. Do t'i duhet kohë që të kuptojë dhe nga njerë këndvështrimin që sjellin këta njerëz që shërbejnë prej shumë vitesh. Dhe kjo është diferenca që thash. Këto mund shkaktojnë tensione të shëndetshme ose fërkime të shëndetshme. Sa bukur për t'i fryrë tensione të shëndetshme. Shumë bukur kjo shprehje. Por kjo është vërtet e rëndësishme dhe mu vjen mirë që ne diskutuam dhe ju pyetët në këtë frym, pasi është tepër e rëndësishme për mbarvajtjen e punëve në forcat armatosore. Dhe ju them me bindje që kjo është përvoja që ndodh dhe në vendet e tjera të aleancës, që kanë një përvojë akoma më të gjatë dhe kështu funksionon. Ka një program qeverisës, patjetër, që sjell piketat kryesore, se ku do të shkojnë, ku do të lëvizi KAU i forcat armatosore, e cili është pak a shumë i ndarë dhe i mirë kuptuar nga gjithë spektri politik, këtu jemi me fat dhe ecet në këtë drejtim. Punët e vogla të përditshme krijojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pasur dhe dorëheqje të shefëve shtabit se nuk shkonin me ministrin dhe me presidentin. Nuk do të thoja që ka pasur dorëheqje për mos shkuarje, jo, por ka pasur për ekstreme të tilla për luftë apo jo për çështje në situata normale. Dorëheqje ka pasur të ministrit të fundit të Shteteve të Bashkuar, po që nga koha e MacArthurit, nuk mbaj mend në një shef shtabi tjetër. Po gjithsesi, edhe ato dorëheqje janë për çështje parimore madhore dhe jo domosdoshmërisht për shkuarjen konkrete me administratën në fjalë. Nuk lidhen me pjesën. Lidhen me qëndrimin personal ndaj një angazhimi operacional që e kanë menduar që ishte koha e MacArthurit, mendonte një stil tjetër. Gjithsesi, kjo do të donte një emision të posaçëm dhe një kohë dhe vend më të përshtatshëm për diskutuar në thellësinë që ofrojnë marrëdhëniet civile ushtarake. Me zonjën Kodheli e kuptuam dhe mësuam si janë marrëdhëniet tuaja, po me presidentin e Republikës, komandantin e përgjithshëm. Janë po ashtu marrëdhënie të ndërsjella, respekti të padiskutueshëm dhe të një mirë kuptimi solid, të thojë. Si është morali i ushtarakëve shqiptar? Mbaj mend që pjesa, po themi shpirtërore, ose ajo e moralit gjithmonë ka qenë i qendër të vëmendjes që morali lart. Si është sot? Të thuash, ju e portretizoni ose penelatat që hidhni ju janë interesante dhe më grishin që të diskutojmë më gjërësisht se kaq. Se vërtet ka qenë një shprehje shablone edhe në raportimet që bënte oficeri rojes në atë kohë, që bëhen dhe sot, kuptohet, raportimi rutin, formulës që prek disa nga çështjet e veprimtarisë forcat armatosore, ishte ajo. Morali në trupat ishte i lartë, është aty ku duhet. Po për te kësaj qasje me të shkuarën, morali është një çështje që është një fenomen që ndërtohet e shëndoshet çdo ditë, do të thoja unë. Në qoftë se do të fotografonim ose do të bënim snapshotin e sotshëm, tani, në këtë moment, do të thoja patjetër që morali është në një situatë të mirë, të pëlqyeshme, dhe për vetë faktin se sot është data edhe njëherë 25 dhjetor, të gjithë trupat, forcat armatosura me përjashtim të atyre që ndodhen në shërbim, janë patjetër pranë familjeve të tyre dhe të gëzuar, dhe ky është morali në këtë snapshot, në këtë fotografim. Nesër do të jetë mesatarja e vitit 2014, dhe atë që e pritshme është atje ku duhet, mendoj. Atje ku duhet. Ju jeni kënaqur se unë jam tani të jesh i kënaqur ose jo është një tjetër çështje. Ne u thash është një fenomen që luftohet dhe rritet çdo ditë, shëndoshet çdo ditë, duke me shembullin personal dhe duke punuar për ditë, duke i mbështetur çdo ditë. Qoftë edhe duke krijuar tensione dhe përplasje edhe me udhëheqësit vendimarrësit politik çdo ditë, ti ndikon për mirë ose për keq tek ky moral.
Këto ditë, zoti general, ka qenë një lajm i parë në median televizive dhe atë të shkruar, largimi i Dritan Demiraj, komandanti i forcave speciale. Ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje është që opinioni publik, perceptimi është që ne kemi dy variante zyrtar nga ana juaj dhe ai i zotit Demiraj që janë në ekstreme larg njëri tjetrit. Ajo që duhet thëmë për i të vërtetës është i kontribut i shtrirë në kohë i zotit Demiraj si komandanti i forcave speciale, po edhe në detyrat të tjera. Dhe ne gazetarit kemi qenë dëshmitar në shumë vite, unë si gazetar me improvoj gati 20 vjetë, e maj mënd, madje edhe në shkollë, Dritan Demiraj, po edhe në këto 20 vite, si i ku do ndodhën në shumë aktivitete, apo dhe operacione dhe më gjerë. Dhe në pamjet parë kjo lë një shije jo të mirë, po si është e vërteta që ne ta kuptojmë që çfarë ka ndodhur, se kur dëgjon dy variante që janë në ekstrem larg njëri tjetrit, si është e vërteta? Për te oqeanet që përmendem ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose në gjuhën e aleancës, që është gjuha angleze, gjuha operacionale e aleancës, është një shprehje që thuhet first things first. Ti vëm gjërat në rendin e duhur. Themi ato të parat, fillimisht, duke u nisur dhe unë dëgjova me shumë vëmendje dhe me shumë kujdes. Duke u nisur fillimisht të vendosim gjërat në rendin e duhur. Ju thatë komandanti i forcave speciale. Tashti, fillimisht do thoja që forcat speciale si pjesë përbërëse e forcave tona të armatosura, ose batalioni special, më mirë themi, nuk ka lindur me zotin Demiraj, as nuk mbaroj me zotin Demiraj. E kjo duhet kuptuar me shumë kujdes. Se ju e thatë komandanti i forcave speciale. Edhe në rastin në fjalë, që tani që flasim, kishte 14 muaj sot që forcat tona speciale kanë pasur dhe kanë një komandant tjetër. Aktualisht, zoti Demiraj punonte dhe shërbente në një detyrë tjetër, pasi e kishte lënë forcët speciale. Pra, për të vendosur këtë kontekst, neve kemi në forcat tona të armatosura rreth 80 kolonel cilësor që ndajnë të njëjtën gradë me zotin Demiraj, të cilët kanë profilet e tyre cilësore, dhe thoja, dhe japin një kontribut të admirueshëm dhe të lavdërueshëm në mbarvajtjen e përditshme të forcave të armatosura, për ta vendosur në një kontekst. Por, në rastin e zotit Demiraj, që ju përmendet për vetë base dhe karakterin e tij personal, ose për shkak të kontributeve të spikatura, që për hir të vërtetës duhet njohur, ka marrë një profil mase më të spikatur, mediatik, ose sportiv, ose të operacioneve, e kështu me radhë. Kjo është e vërtet. Por, më lejoni që t'ju them që e vërteta qëndron në deklaratën të bërë në qëndrimin zyrtar që ka bërë Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm. Cili do qoftë kontributi dhe performanca e një ushtaraku, kur vihet përballë një shkelje flagrante ligjore, fiton e mira e përbashkët e forcave të armatosura. Dhe nuk merret parasysh fati i individit. Fatet e individeve nuk e ka përcjell kur fatin e një institucioni, fatin e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Kjo është përgjigjja për këtë çështje. Ne mund ta diskutojmë, por në hollësira sepse ju thatë... Jo, hollësira është largimi jashtë shtetit, ndërkohë ai e ka hedhur poshtë. Jo, më lejoni t'ja u ta sqarojmë dhe këtë, me që ndodhemi në një studio, ku ka dhe për respekt të publikut dhe telespektatorëve tuaj që ju ndjekin, bëhet fjalë për praktik disiplinore, ose jo, pse u arrit me njëherë, këtu besoj është këtu shtyn pyetja. Statusi i ushtarakut përcakton qartë dhe ka përcen çdo lloj praktike disiplinore që në rastin e largimit, kur largohesh nga shteti pa ndjekur procedurat ose pa leje, shprehen më të rëndë, këtu nuk ka negociat, por shkohet
në masën ekstreme të lirimit. Janë 2-3 pika që statusi i ushtarakut i qonë, nuk i negocion dhe nuk i karakterizon si thyërje të zakonshme disiplinore, të cilat do duan të rriten pa të arrin në masën ekstreme, pikën kulmore për largimin nga ushtria. Në këtë rast është e pa negociueshme dhe shkon direkt në largim. Kjo është fryma e ligjit, statusit të ushtarakut, dhe këtë frymë e reflekton edhe ligji i ri i disiplinës në forcat armatosura. Kjo është kaq e thjeshtë. Për sa raste bëhet fjalë? Bëhet për më shumë se një rast. Më shumë se një rast. Dhe nuk ishte, do të thënë, asnjë hapësirë që se përjashtimi direkt është fryma e ligjit. Ligji të detyron, ligji statusi i ushtarakut e përcakton qartë që masa është e tillë ekstreme, e pa negociueshme. Dhe në këtë situatë, ky më lejon t'ju them që zoti Demir nuk ishte i pari në këtë vazhd kanë dalur dhe disa të tjerë, shpresojmë të jetë i fundit, por kështu funksionon. A ka motive politike kjo? Sepse në atë i kam shuar kësaj që ky është një largim politik. Nuk e kuptoj motivin politik. Qofsha i gabuar, po edhe në rastin, le ta merrim për një moment që është motivi politik përbën një kontradikt në term, ose në sensin logjik, në common sense. Personat civil, politik, kanë kërkuar largimin e tij? Sepse një ushtarak i mirë nuk merret me politik. Herën e fundit që kontrollova kushtetutën dhe ligjet, është prap një shprehje e uazuar, i binte që ushtaraku është i departizuar dhe ndërton karrierën mbi performancën e tij personale, pavarësisht nga ndryshimi i qeverisjeve të një vendi. Dhe të largohesh për arsye politike i bie që t'jesh marrë me politikë. Çka përbën, më falni, po mënyrën çka përbën ka akoma më tepër arsye, akoma më të fortë për t'u ridënuar në formën siç e shtruat ju pyetjen. Po kjo nuk bën sens. Marrim shembullin tim dhe të plot oficerëve. Ne kemi gjatë karrierës ushtarake, në 20 vitet e fundit, neve kemi ndruar mbi 11 ministra. Të gjithë spektrit, duke që i përkisnin gjithë spektrit politik shqiptar. Dhe ja ku jemi, sot të shërbejmë. Socialist, demokrat, republikan... Po, ne kur të kemi i kohë dhe më tepër hapësirë dhe vendin e duhur, mund t'i marrim edhe konkretisht dhe t'i shikojmë. Pra të gjithë ta oficerë, këta kolonel, që thamë, 70-80 kolonel, të gjithë në karrierën e tyre kanë kaluar 10 ministra, atëre i bie që mos të ndërtosh do të kur ushtri, në qoftë se cili nga ministrat do thotë ky politikisht duhet ta hapi krahun, atëre i bie që çdo 4 vjet të prodhosh grada të reja, çdo 4 vjet të prodhosh asete të reja që me zor janë krijuar. Kështu e shikoj unë këtë çështje dhe për të bërë paralelizma dhe me aleancën, unë do të merra një shembull, qoftë do të më lejoni zoti Qafoku, me që ju e ngritet në këtë çështje, me që flasim dhe për forca speciale. Me qoftë se ju kujtohet, megjithëse tash kështu është jeta, edhe ai po harrohet, ka qenë generali John McChrystal, generali komandanti i ISAF-it para general Petreusit, para general Allenit dhe para general Danfordit. Këta 3 fundit kam pasur dhe fatin dhe rastin t'i takoj. Dhe të thonë fjalët më të mira për ushtarakët tanë që shërbejnë, që kanë shërbyer në operacionin e ISAF-it. Dhe jo vetëm për personin në fjalë, po për të gjithë pjesëmarrësit tanë në operacione, po kështu dhe për operacionin tonë matë, për Iglin dhe për gjithë komandantët me radhë. Kjo është natyra e gjë. Kjo na bën të ndihemi krenar dhe jo një individ. Gjithsesi, për të lidhur me rastin e McChrystallit, i cili pati fatin e keq të shërbente një kohë të shkurtër, si ish komandanti fort i operacioneve speciale në Shtetet e Bashkuara dhe më pas general me kateryje komandanti i ISAF-it. Në një periudhë të vështirë, kur 2009-2010 ishte koha kur ky po shërbente si komandanti i ISAF-it. Në qoftë se lejonat ja fus në një kornizë, ishte pikrisht një nga revistat e mirënjohura që ju mas e ndiqni që quhet Rolling Stones, e cila do të nxirrte
një reportazh të marrë direkt nga terreni, nga një prej kolegëve tuaj, i cili vajti, u takua me stafin, pa u takuar me komandantin me Kristël, u takua me disa nga stafi i tij, dhe bën një bisedë në dukje të lirë, më të shpenguar, mbi një kafe, si quhet. Dhe gazetari në fjalë mori përshtypjen që ka një lloj moskordance midis asaj që mendon komandanti i këtyre njerëzve me atë që ka në mend administrata aktuale në Shtetet e Bashkuara, dhe bëhet fjalë për presidentin Obama dhe zvëndës presidentin Biden, që janë dhe sot. Pra, kur bëhet gati shkrimi i artikullit, del më hapur, sepse ju e dini rregullat e gazetarisë e donë që të njoftohet pala që diskutohet, ose që ekspozohet në artikull, që bëhemi gati të nxjerrim këtë artikull ditën e nesërme. Dhe pa dalë akoma, artikulli, generali McChrystal thritet në Pentagon, masi bën dhe një skuzim, i themi ne, që nuk e dinte që ishte e tillë, sepse ai vetë nuk kishte marrë pjesë në bisedë. Bëhet fjalë për perceptimin e marrë nga disa anëtarë të stafit. I kërkoi ndjes zvëndës presidentit Biden për në një gjykim të dobët, të varfër, si sot që mund të jetë shfaqur nga stafi im, e megjithatë të nesërmen, general McChrystal largohet nga kjo detyrë. Dhe mas 2-3 muajsh del dhe fare në lirim. Ja fakti që ju nuk po e kujtoni, por që ishte një nga generalet yjet që ngjiten në atë ushtri që është ushtria më e madhe në botë dhe më e suksesshme, dhe më kujtohet fjala e presidentit Obama me këtë rast. Me keqardhje konsiderueshme e mora këtë vendim, po me vendosmërinë dhe bindjen që kanë bërë më të mirën për forcat armatosura të vendit tim. Kështu tha presidenti Obama, nëse do të na lejojë të bënim në një paralelizëm. Qartë. Publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Ruajtja e këtij misteri dhe e këtyre mistereve, ashtu si dhe ruajtja me fanatizëm e misterit të dosjeve të shkuarës, dosjeve të sigurimit të shtetit, ku fshihen plot të vërteta të hidhura, janë në fakt vazhdimësia e të njëjtës shkollë, e shkollës vjetër politike, të sunduarit mbi tjetrin pavarësisht kostos. Ne duhet t'i kujtojmë vetes, por të tregojmë dhe fëmijëve tanë, se si përpjekja e burrave dhe grave që luftuan dhe dhanë jetën në luftën antifashiste nacional-shqiptare, nisi gradualisht duke u shndruar në një paranojë, e cila e largoi për 45 vjet Shqipërinë dhe nga aleatët e vet të natyrshëm perëndimor. Mendoj se 45 vjet në historinë e një kombi të lashtë si ky i yni janë si 45 minuta në jetën e një njeriu. E megjithatë, ne nuk duhet asnjëherë të harrojmë atë kohë, dhe ngrehina si kjo dhe shumë të tjera të ngjashme do të na shërbejnë për t'i kujtuar vetes se respektimi i të drejtave të njeriut, demokracia dhe zbatimi i ligjit do ta çojnë Shqipërinë përpara. Faleminderit. General, nuk më prisë mendja që të kishte një interes të jashtëzakonshëm. Unë nuk e di sa shikues janë në këto momente, po di që numri i mesazheve është shumë i madh dhe janë ushtarak ata që dërgojnë mesazhe. Si e shikoni këtë që ushtaraku dërgon me numrin e celularit që unë kam në ekran, generalit, shefit shtabit dërgon pyetje. Si është? Çfarë do thotë për ju kjo? E para është, nuk jemi të sigurt nëse janë ose jo ushtarak. Po gjua që më shpëton mua kjo. Gjua që përdoret thoni juve është më shpëton mua kjo. Nëse edhe kjo është një shenjë hapjes, ata duhet ta shfrytëzojnë të forum, mendojnë ta shfrytëzojnë të forum duke dërguar në një pyetje që mund t'i shpëtoj skopit të bisedës tuaj. Dhe është një rast i mirë që ta çojnë në anonimatin e tyre, çojnë edhe një pyetje
që mund të na shpëtoj nga skopi jonë. Po gjithsesi ne këtu jemi dhe diskutojmë. Konvergjenca më e madhe, general, është që bile njëri thotë dhe numrin 160 vetë janë pa emëruar dhe kanë 4 deri në 6 muaj për marrë rrogat. Kur do emërohen dhe si do të kalojnë vitin e ri? Kjo është pyetje një ushtaraku të denjë, lutem. Si do kaloj vitin e ri, nuk mund ta pyesim generalin si do kaloj një ushtarak vitin e ri. Ta gjej vetë ai ushtaraku nëse se ka gjetur, si ka gjen dot Jeronim Bazo këtë. Jo, ka një përgjigje. E vërteta është që ne këto ditë e mbyllëm edhe rivendosjen e personelit sipas tabeles së re të organizimit dhe pajisjeve dhe kuptohet një numër që është i egzageruar, kuptohet atje në ato që ju merrni, është një numër personelit, po sistemohet këto ditë edhe këto momente që ne flasim për të përmbyllur përfundimisht brenda këtij viti. Ato të ashtuquiturit në dispozicion. Si është, nga që nuk jam në brendësi, nuk jam shumë i qartë, po pyetjet janë disa që është një urdhër për armatimin personal. Po, kuptoj. Armatimi personal i oficerëve bëhet fjalë. Po, armatimi personal i oficerëve, jemi në fund të vitit dhe ndodhemi në fazën e inventarizimit të armatim municionit në forcat armatosura, në përgjithësi, dhe kuptohet që këtij procesi nuk i shpëton as armatimi personal i oficerëve, që e mbajnë, kuptohet, në bazë të rregullores. Nuk ka arsye tjetër. Që nga nuk ishte për të bërë pyetje. Tenton njerëzit janë të lirë të mendojnë, tentojnë të japin pak sa ngjyrim që nuk duket i përshtatshëm, po ne nuk do t'i komentojmë ato. Ajo që po them një shumatore tjetër është edhe situata ekonomike e ushtarakëve. Si është gjendja ekonomike e ushtarakëve, sepse pyetjet këtu janë nga më të çuditshmet, ka pyetje normale që një ushtarak interesohet për të drejtat e tij, fjala dikush shkruan që në një ligj është përcaktuar dhe trajtimi dhe kompensimi deri në qerat e shtëpisë e tjetër. Dhe kjo është një pyetje normale. Pastaj tjera kur s'ka marr rrogën, s'ka marr të tjera, pastaj këto janë për të qeshur, pastaj në aspektin të qëndrojmë në lartësinë e çështjes edhe bisedës, në pjesën patjetër që është në vëmendjen tonë të përditshme, do të thoja, të Ministrisë Mbrojtjes, po dhe shtabit përgjithshëm, kushtet e jetesës ushtarakëve, duke filluar dhe me trajtimin financiar që ju e ngritët. Premtimi është, nuk bëj gabim po të riformuloj, nga qeveria shqiptare nëpërmjet Ministres sonë të Mbrojtjes, që ky vit do të ketë një rishikim tërësor të tabelës pagave të ushtarakëve, dhe njëkohësisht do të fillohet duke pasur bonuse për specialitetet tilla si forcat speciale që përmendëm, komando, pilotët tanë të helikopterëve, policinë ushtarake dhe në specialitetet tjera për të ripar bonusin përfitues që ata marrin. General, ajo që mua më ka bërë me shumë përshtypje, kom parë ka qenë një akuzë shumë e rëndë që i bëjë ushtrisë, që quaj korrupsion. Gati ka qenë në dilemë si gazetar, nuk ishte profesionale në disa raste që kishim denoncime deri që oficerët marrin lek që ushtarakët të shkojnë në misionet jashtë vendit. Disa herë kam guruar, nuk i kam botuar këto, më mend në gazetë, kur isha në gazetë, ishin të shkruara e zeza mbi të bardhë, me letra, me gjitha, dhe ishin të bindur për atë. Unë hezitoja, general, se më vinte zor që ushtria e vendit tim të akuzoj me një akuzë gati jashtë fantazisë. Unë e kuptoj sot, do të thënë, e di që është bërë një punë për ta hequr këtë, por më mirë se sa ju nuk mund ta thot kush tjetër. Ju falenderoj, zoti Qafoku, ju falenderoj për shqetësimin tuaj qytetar, profesional, për vendin që ju takon si zëdhënës i publikut, por dhe si ish profesionist i mirë që vjen nga radhët tona.
është vërtet, ashtu zorë duhet na vi të tërve, në rastet që ju përmendët, dhe unë mund të them me bindje që qysh në ditën 1 të marrjes së kësaj detyre, bashkë me Ministrin Kodheli, sepse është një përpjekje e përbashkët, do thoja që flamuri ynë i betejës, që nga ajo ditë, edhe deri sot që flasim, dhe do të vazhdoj të jetë, flamuri ynë i betejës do të jetë stop eliminimit dhe eliminimi i çdo lloj shfaqje korruptive, sado e vogël që të jetë ajo. Ky flamur beteje do të vazhdoj të luhet në aspektin moral, ndërsa në aspektin institucional, se kjo është më me interes. Si e luftojmë dhe si e bëjmë në këtë. Si e keni luftuar? E vetmja mënyra më e mirë për ta eliminuar, shmangur, minimizuar këtë qasje të natyrës njerëzore, sepse gjithkush do të shkoj për shkak të përfitimit që afrohen, përfitimit të shtuar në ekonominë e një familje, pjesëmarrja në operacione jashtë vendit, do të ketë dhe tentativa të tilla. E rëndësishme është mekanizmat që ne ngrem. Dhe jam i sigurt dhe flas me bindje që ky vit i ka pasur këto mekanizma të shtuar, të përmirësuar, edhe të transparent. Kjo është mënyra më e mirë për ta eliminuar, përveç vullnetit të përditshëm, vetë. Pra, të vendosësh një sistem të kontrollueshëm, transparent, për mënyrën se si qarkullojnë njerëzit dhe pozicionet që shkojnë në ato misione. Dhe të mos luash ditët e fundit ose afër fundit me shkartisje, do thoja për të përdorur gjuhën popullore të njerëzve. Këto janë ana e masave të sistemit, mekanizmat që kemi ngritur ne, por ana tjetër është qëndrimi institucional, qëndrimi i prerë dhe pa i kujvok është mekanizmi tjetër që e jep mesazhin, jam i sigurt, në mënyrë të plot te kushdo që tenton të bëj një shfaqje të tillë. Pra ne i ndalemi dhe nuk ka negocim si kundër folëm më lart. Një tentativë e tillë nuk ka më vend në forcat armatosura. Këtë themi për ditë dhe nuk do rresht së thëni që mbajtja e një lartësie së domosdoshme morale për forcat armatosura, për pjesëtarin e forcat armatosura, është detyrë e përditshme. Sepse të tillë na duan taksapagusit, zoti Qafoku. Unë e përsëris dhe ripërsëris shpesh me njerëzit e mi, kudo ku kam mundësinë të drejtohem audiencave, sepse publiku shqiptar, taksapagusit shqiptar, kanë hallet e tyre, problemet e tyre, defektet e tyre në institucionet jashtë mureve të forcave të armatosura, jashtë garnizoneve tona. Por kanë instiktin, si çdo taksapagus në botë, që të kërkojnë nga forcat armatosura, që ata të qëndrojnë në lartësinë e duhur morale, brenda atij gardit tyre moral. Dhe ka një arsye. Pavarësisht se ti në jetën tonë ne gëlojnë rastet të pakëndshme që ne dëgjojmë për ditë, për një në punës të administratës publike të korruptuar, për një në punës të gjendjes civile, të bashkisë, pushtetit lokal, të ministrisë, po kjo nuk është alibi, do të thënë, nuk përbën alibi që s'ka gjë se kjo është shoqëria jonë, jo dhe jo. Në brenda garnizonit, brenda gardit ushtarak, detyra e përditshme është mbajtja e lartësisë morale, sepse kështu duhet, sepse prandaj është dhe kjo disiplinë e fortë, do ta lidha prapë me rastin që diskutuam më përpara, prandaj nganjëherë është dhe e ashpër, për faktin sepse taksapagusit ju duhen një grup njerëzish të stërvitur, me disiplinë të lartë, edhe me karakterin e dur, për të mbushtetur në rast nevoje. Gjatë kohës që ju jeni shefi shtabit përgjithshëm, keni zbuluar raste të korrupsionit të ushtrisë? Neve kemi sulmuar dhe goditur disa raste të tilla, ose tentativa, do të thoja, më shumë, dhe kemi marrë qëndrimet ekstreme. Me vetdijet plot. Vendime ekstreme janë largime nga ushtria? Po. Sa është numri? Tani, po të shkojmë me numër, nuk do të shkonim shumë larg, sepse do duhet pak punë qëmtuese, po janë disa, do thoja, disa raste të tilla. Të pakta, por disa.
General, si janë marrëdhëniet tuaja me general të tjerë? Se ju jeni kreu i generalëve, po general të tjerë, se edhe ata mbajnë hyje mbi spaleta dhe janë pesha të rënda të ushtrisë. Patjetër, duhet ta them me kënaqësi që gëzoj marrëdhënie shumë të mira, të shëndetshme me leadershipin ushtarak në forcat armatose, me general dhe kolonel të nderuar, të cilët punojnë me mua dhe për mua. Kaq? Po, marrëdhëniet e mira, tash marrëdhënie shumë të mira. Ne mund të diskutonim dhe akoma gjatë, janë marrëdhënie vërtet të ngrohta, të mirë kuptimit. Unë ndjehemi mbështetur në kryerjen e përditshme të detyrës nga grupi i generalëve, nga komandanti i forcës toksore, komandanti i forcës detare, komandanti i komandës mbështetjes, zëvendës shefi shtabit, se këto janë i thashëm, këta skemi ma. General, vazhdojnë, mua më ngasmojnë shumë këto pyetje dhe janë larushëri dhe për nga niveli dhe për nga problemet që ato trajtojnë, po disa për shembull mua më bëjnë përshtypje, fjala vjen mjekësia ushtarake. Po. Është një element që mua më ngasmoj në gjitha këto. Mjekësia ushtarake ose shëndetësia, kujdesja shëndetësore, mbështetja shëndetësore në forcat armatosura, është edhe kjo një nga prioritetet e vitit 2015. Ju patjetër që keni dëgjuar edhe jeni njohur se është bërë dhe publike direktiva e mbrojtjes së shpallur nga ministri Krodheli para një jave, që i takon vitit 2015. Dhe aty midis të tjerash, midis modernizimit, rritjes operacionalitetit, ndërveprueshmërisë, menaxhimit më të mirë të burimeve njerëzore dhe burime materiale, është një nga prioritetet është dhe vendosja në shinat e duhura të shërbimit shëndetësor në forcat armatosura. Për hir të vërtetës kemi trashëguar një situatë paksa kaotike me shkrirjen ose lëvizjen e të ashtu quajturit spitalit ushtarak që kaluar sërish spitalit traumës i shtetit. Ka projekt tjetër për këtë? Ka shkaktuar një situatë që ne po i adresohemi për ta kthyer në vendin e dur shërbimin shëndetësor në forcat armatosura. Keni një projekt për të ndryshuar këtë status të spitalit ushtarak? Ne nuk do të dalim, është ende herët për thënë se si do të shkojë çështja me statusin konkret të spitalit ushtarak, po ne jemi duke punuar dhe duke dalë në radhë të parë me një koncept, mënyrën se si do t'i adresohemi dhe si do t'i ofrojmë shërbimin që ja kemi borxh pjesëtarëve të forcave armatosura, e pastaj edhe më gjerë atyre që janë në rezervë e kështu me radhë. Mënyra se si do t'i adresohemi me statusin e rimarjes ose jo, ajo do t'jetë një çështje që do të negociohet, që e ka përcen edhe skopin e kësaj bisede. General, unë përmenda pak më lart dhe bëra një pyetje, po duke qenë se shumica e ushtarakëve pyesin jo shpërblim të vitit të ri, jo dietat, jo çfarë kanë ushqim e tjerë, janë pyetje pafundme. Unë jam habitur nga kjo pyetje. Si jeton një ushtarak? Si është nga gjendja ekonomike një ushtarak? Një ushtarak jeton në nivelin mesatar të një në punës i shtetit në Republikën e Shqipërisë, me një ekonomi modeste, do thoja, ose paksa mbi modeste, mbi mesataren. Ju e zbukuruat, general, po më vika fare mirë që ushtaraku shqiptar se ka atë pjesën ekonomike aty ku duhet. Ajo nuk diskutohet. Ajo është një objektiv që e luftojmë, jeni sigurt të luftojmë për ditë, mundohemi të arrijmë çdo ditë, por që nuk është aty ku duhet, pa dyshim që po, do thoja. Për fat keq nuk është aty ku duhet. Sa është diferenca një ushtaraku shqiptar me një ushtarak të një vendi anëtar të NATO-s? Kjo është një pyetje shumë triki, do thoja, sepse niveli pagave të një ushtaraku, një vend tjetër bazohet me nivelin e pagave të atij vendi. Por në hierarkinë që kanë pagat e ushtarakëve në tabelën e përgjithshme të pagave të vendeve, ne jemi pothuajse njësoj, të standardizuar, do të thoja. Nuk duhet bijem në kurthin e shifrave që të shkojmë me euro dhe dollar, sepse do të bënim gabim. Por në hierarkinë e tabelës së pagave, ne jemi ushtaraku që ndron
paka shumë në të njëjtin pozicion, si qëndron dhe ushtaraku i vendeve të aleancës. I harroi kryeministri ushtarakët për vitin e ri, fare, s'pati asnjë kështu. Jo, unë më lejonit ju kujtoj, neve së bashku me mora pjesë në një ceremoni që zhvilloi kryeministri, së bashku me ministrin Tahiri dhe ministrin Kodheli, në ndihmat modeste që u dhanë familjeve të ushtarakëve që shërben jashtë vendit dhe familjeve të policëve të rënë krye detyrës. Pak më vonë morëm pjesë dhe një ceremoni tjetër që kishim fëmijët e ushtarakëve tonë në mision, edhe pak më vonë morëm pjesë në ceremoni tjetër në ambientet tona me fëmijët e ushtarakëve që shërben shtap përgjithshëm Ministrisë të Mbrojtjes dhe në repartet e afër nesh. Do më thënë, këto janë mundësit modeste, gjithsesi. Me që është data 25 edhe këto janë lejohen. General, shumë shqiptarë janë habitur kur pan atë ekspozimin që kryeministri Edi Rama i bëri bunkartit. Një nga ta që jo vetëm që nuk është habitur, po që kam thënë, e që është kjo përpara një tuneli gjigant që unë kam parë, ditën që më kanë emëruar në vitin 1990, sa Pallati i Sportit Partizani dhe kryeministri nuk e di se po është, unë s'po e bëj publike, po që është shumë modesta i tuneli që prezantoi kryeministri përballë shumë të tjerëve që janë në gjithë Shqipërinë. Pse u bë kjo tamtane? Se ne që e kuptojmë këtë, madje po më thosh edhe ish kryeministri Meksi, në 93-shin e kemi pastruar ne, se ishte një situatë jo shumë 93-94, jo shumë interesante dhe e kemi pastruar, tha. Tani, ka diçka këtu që si u zbulua kjo, është një gjeja zakosh. Po shikoj që në ekran, pamjet në ekran... Ndërkohë janë pamjet nga brënda. Nga brënda që kemi marë. Po shikoj që jemi atje në ditën e inaugurimit. Gjithsesi të kthemi, që kjo është një çështje që është më komplekse dhe i ka përcen në kufit thjesht ushtarak të çështjes që po diskutojmë. Tani çfarë ka ndodhur? Me njohuritë e mia, nëse mund të ndaj me ju dhe me teleshikuesit tuaj, si do ta vija narracionin. Se për Ministrin e Kulturës, ajo ka vënduar në kokë si mund të ekzistonte, po jo për general Jero në bazën. Nuk është se ka habi për ne, por të tregojmë narracionin. Për te habis, do të thoja që kjo është një nisëm e Ministrisë Kulturës për të shfrytzuar një nga objektet që përfaqësojnë më shumë diktaturën, një nga objektet tunel, një nga objektet anti-bërthamore, për ta kthyer në një ekspozit të historikut të zhvillimit Shqipërisë dhe me rastin e 70 vjetorit shtjerimit. Dhe unë mund t'ju them këtë, që atje është punuar shumë për ta kthyer në gjendjen që ju shikoni, jashtëzakonisht, edhe është një rast për t'i falenderuar ata që kanë punuar për ta kthyer në këtë gjendje, por objektin vetvete është interesant, zoti Qafoku, ju thoni me drejt, po ky është nga objektet, nuk kemi aq shumë si ky objekti, janë disa, po jo aq shumë, dhe ky është një objekt i veçantë që ofron mundësi të tilla shfrytëzimi, pasi ky objekt ka 5 nivele, ndryshe nga ato objekte që përmendi juve, që mund të kenë... Ja, to janë për armati, municion... Është armati, municion edhe tunele të mëdha, por që të jenë të shfrytëzueshme, ky tunel afron, ose ky vend strehim afron disi më tepër mjedise. Në rastin konkret, ky është një vend komand e shtabit përgjithshëm, kështu e ka pas emërtimin zyrtar, dhe është tipik përfaqësues i mentalitetit të luftës së ftohtë. Dhe nuk është fenomen vetëm shqiptar, më lejoni t'ju them. Fati më ka dashur që të shikoj disa vende të aleancës ose jo, ose ish vende lindore që dhe ato sot janë në aleancën, që i ngjajnë aq shumë këtij lloj tuneli, sidomos në vendet e lindjes. Në Bosnjë kam parë një kthim në muze të tillë, pak a shumë si ky i Joni, në Bullgari ka një të tillë. Po shikoj zoti Rama një tunel që unë kam parë, jo kam parë, por kur më emëruan në vitin 1990, do japi urdhër për ta bërë pallat sporti. Sa një pallat sporti ishte? Për të strehuar armatime municione. Po, ka dhe të që ju kuptoj. Është e vështirë për të arritur atje, se mund të shfrytëzoj. Është çështja e infrastrukturës rrugore për të arritur, po nuk ka asnjë gjë të keqe. Kërkoj ndjes, publicitet, kthehemi në pjesën e fundit të emisionit.
Faleminderit, kthehemi sërish në studio. General, një nga pyetjet më të rëndësishme, vazhdojnë bëjmë pyetje ushtarakët për pjesën ekonomike dhe mendoj që është një gjë normale, por do doja që ta sqaronim edhe një herë këtë të misioneve jashtë vendit. Disa herë ka pasur kërkesa për pagesa, mungesa, shtyrje etj. Si situata sot? Janë paguar gjithë ushtarakët që kanë qenë në mision dhe janë në mision e jashtë? Situata sot është sot që flasim, të gjithë ushtarakët që kanë qenë, diskutohet patjetër që e kanë marrë të tërë, edhe këta që sapo kemi dërguar, ne kemi një praktik që i japim dhe një paradhënie për mos të ndodhur bosh që të funksionoj. Si praktik? Jo, kjo ka më shumë se një vit që ne e bëjmë të paradhënie. Gjatë kohës që keni ardhur? Dhe është, pagesa është plotësisht e menaxhueshme, i jepet tërësisht, madje do të thoja që ka pas një moment kur kalimi nga niveli i taksimit 10%, sepse taksohej shpërblimi, bonusi ose shpërblimi që merrnin ushtarakët për misionin, kur u kalua në të ashtu quajturën taksën progresive, patëm vumre fenomenin që dëmtohej dhe ulej në vlerën e përgjithshme sasia e financave që merrte ushtaraku në mision. Dhe për këtë u bë prap një ndërhyrje, qeveria nxori një vendim tjetër të Këshillit Ministrave për ta gjykuar dhe qasur ndryshe shpërblimit të posaçëm që i jepet për ushtarakët me shërbim mision, për t'i trajtuar dhe për t'ia ulur nivelin e taksimit, pra për mos ta prekur në vlerë absolute sasinë e parave që ata marrin. Dhe kjo ishte një lëvizje për t'u përshëndetur dhe besoj që gjen përshëndetjen dhe mirë kuptimin e gjithë atyre ushtarakëve që ishin mision dhe që shkojnë sot ende në mision. Sot janë të gjithë të paguar. General, kam një pyetje të tillë që thot a do të pastroj vazhdimisht ushtria mbeturinat e rrugëve apo të plazheve për sezonin e ardhshëm turistik? Edhe kjo është një pyetje që ne jemi adresuar në momentin e duhur, për me që jemi para vitit të ri, mund ta diskutojmë sërish. Duhet ta fusim mirë në kontekst. Të bashkosh forcat në rastet e emergjencave mjedisore të shkaktuara nga mjetet urbane, bën detyrën funksionale dhe misionin kushtetues. Për këtë të kuptojmë, sepse e tillë ishte koha kur u futëm. E njëjta punë dhe në situatën mjedisore me plazhet, që shpresojmë të jetë e përmirësuar. Në rast se kuadri ligjor do të jetë i tillë, në rast se shpresojmë që jo, situata e mbetjeve urbane do të jetë e tillë që do ta kërkojë, ne do të jemi sërish për të kryer detyrën tonë funksionale. Por shpresoj që të kemi një situatë më të përmirësuar këtë vit. General, si është uniforma e ushtrisë shqiptare, uniforma juaj, dhe a keni projekt për ndryshimin e kësaj uniforme? Mund të jemi rekordmen ne shqiptarët me historinë që i njohun në ndryshime uniformash, domethënë gati jo vetëm ndryshime regjimesh, por edhe ndryshime politike kanë ndryshuar edhe uniforma në historinë e Shqipërisë, po a ka një projekt për këtë? Tash për hir të vërtetës duhet thënë zoti Qafoku që kjo uniformë që kam veshur unë dhe uniformën që ju shikoni, uniformën e kamuflazhit ose atë me lara që i thot populli që ju shikoni sot rëndom, është uniforma e re e vendosur në vitin 2012. Kështu që nuk besoj, po nuk do t'i futemi më një aventurë të tillë për të ndryshuar sërish uniformën zoti Qafoku. Të konsolidojmë e të përforcojmë e të mbajmë mirë këtë që kemi, këtë uniformën e ceremonialit, edhe uniformën e punës, që ka disa aksesorë kjo uniformë, që besoj që viti 2015 patjetër do të na gjejë parasyve të taksa paguesve të veshur disi më hishëm, më uniform, sepse për hir të vërtetës ju keni parë koha e tranzicionit që ishte edhe në vitin e kaluar, midis uniformës vjetër dhe uniformës së re, të krijohen këtë përshtypjen e lara-larave që nuk i bëjmë der imazhit të forcave. A ka përveçuar general uniforma e punës, uniforma e stërvitjes, domethënë janë të normalizuara këto, sepse në shumë raste me uniformën e punës bëhet stërvitje, me uniformën e stërvitjes bëhet puna. Kjo në Shqipëri
Ka ndodhur kjo? To, ka ndodhur, por tani ka një normim do të thoja të arsyeshëm të qarkullimit të uniformës brenda një individi, se si dhe kur duhet veshi, dhe ka një rregullore të posaçme që i adresohet kësaj çështje, se kur vishet njëra dhe kur vishet tjetra ose tjetra, se kemi disa aksesorë, dhe kjo uniforma gri... Sa uniforma ka një ushtarak shqiptar, si numër? Ushtaraku shqiptar ka, i themi, 4 uniforma. Pra ka një ceremoniale, një të punës po të tillë, dhe pastaj ka 2 uniforma të kamuflazhit. Të stërvitjes. Për të qenë mesatarisht, kjo është... A janë ato të nivelit si vënde antari NATO-s, sipas jush që jeni një të thjesht... Edhe si vëzhgues, po dhe si vëzhgues me sy të lirë, do thoya që tani me këtë, me uniformën që kemi tani, flasim në veshjen e ceremonialit, ku shkoj dhe marr pjesë në mbledhje me homologët e mi, ku shkojmë në mbledhjet e Komitetit Ushtarak të NATO-s, bëj vëzhguesin, tani ja lejoj vetes të bëj vëzhguesin kur shtohemi për të bërë në grup foto dhe mundohem të shikoj si duket cilësia e copës, mënyra dhe them që jemi në të njëjtën qasje. Nuk më duket se jemi më keq ne. Ka ngjashmëri uniforma jon me një uniformë të një? Jo, do të është... Dhe ku është e veçanta? Paksa do të thoja ngjan me polakët. Me polakët? Në uniformën e këtë që kam veshur, do të thoja ngjan paksa me uniformën e ceremonialit të forcës toksore polake. Në ngjyrim, varet në nuancë, si bie drita dhe si e shikon. Po që s'ka në një paramendim që do t'jetë, sepse si pas marrëdhënieve që pas me shtetet të ndryshme në historinë e Shqipërisë, ashtu ka qenë dhe uniforma. Kështu që me Polonin kemi pasur marrëdhënie shumë. Jo, nuk ka rastësore, ishte një vëzhgim i imi rastësor. Uniforma ushtarake është ajo, ka element qasja nuk ka të bëjë, nuk është kur me sa më kujtohet dhe me sa më kanë informuar në kohën e vendimmarrjes, është më shumë që komisioni i atëhershëm, i aso kohë, ka marrë një vendim duke lëvizur në spektrin e ngjyrave midis të blertës ose jeshilës, si themi gjuhën popullore, dhe gris. Dhe diku në mes, dhe diku në mes, dhe diku në mes. S'është as gria se gjelbër. Pra, qasja që ata kanë parë ka qenë me sa më kanë informuar, ka qenë në këtë vizion, për të vendosur nga një krah jeshilen që kemi pasur, ose tradicionalen, dhe grin tjetër që vinte nga uniforma e para sistemit, e para të blertës, ose që kanë dhe disa vënde tjera. Pra, midis këtyre 2 ngjyrave, le të lëvizim, menduan ata, dhe diku ku na luan, ku e pan të arsyeshme, si do i ketë rënë drita e momentit, dhe atyre është kjo vendimmarrje dhe kjo uniform që ne shikojmë. General, për vitin 2015, çfarë objektivash keni, çfarë synoni që të arrini në përmirësimin e atyre që folët në mision për modernizimin e ushtrisë dhe për një cilësi më të lartë të ushtrisë në të gjitha aspektet? Sikundër e preka pak sa përciptasi në lart kur diskutuam për shërbimin shëndetësor në forcat armatosura, unë citova direktivën e mbrojtjes për 2015, e cila u shpall nga ministra Kodeli javën e kaluar. Aty vjen një sër prioritetesh dhe objektivash për të arritur dhe për të synuar gjatë vitit 2015. Dhe më kryesorja është rritja e operacionalitetit dhe ndërveprueshmërisë së forcave të armatosura, dhe sidomos me fokus në forcën toksore dhe batalionin e 2 të Këmbësorisë, ku është dhe detyrimi për të qenë i tillë me NATO. Është modernizimi, vijimi i modernizimit të forcave tona të armatosura nëpërmjet investimeve që unë i përmenda në armatimin e lehtë, municionet, menaxhim më i mirë i burimeve të mbrojtjes. Pra më efikas menaxhimi i burimeve të mbrojtjes dhe burimeve njerëzore, pra të gjitha së bashku janë burime mbrojtje. Dhe vendosja një kontrolli dhe menaxhimi më të mirë të materialeve të tepërta në forcat armatosura dhe pronave që dalin jashtë përdorimit. Edhe ky do të jetë një në fokusin e punës së Ministrisë Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm për vitin 2015.
besoj që i preka pa lënë, pa tjetër dhe procesi i standartizimit, arsimimi dhe stërvitja dhe gjitha tjerat rutinë, po besoj që këto janë shtyllat kryesore. Për një periudhë të caktuar, shërbimi informativ i ushtrisë është bërë lajm i parë dhe është sjellë në debate midis forcave më të mëdha politike në vend. Sot si funksionon ky shërbim dhe ju si shefi i shtabit përgjithë pavarësisht varësisë që ka ky shërbim, si vlerësoni? Do të thoja që ka qenë në fokusin e punës së këtij viti të 2014-s, kryesisht për Ministrinë e Mbrojtjes, po dhe për shtabin e përgjithshëm, që në paketën ligjore tërësore që ne u munduam për të ndryshuar, dhe sot i kemi këto ligje, është dhe ligji i posaçëm për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Ky është emri zyrtar që mban shërbimi informativ ushtarak, sot është Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. AISM është shkurtimi i sotshëm. Pra, kemi një ligj të ri, cili rregullon veprimtarinë e përditshme të kësaj agjencie të inteligjencës mbrojtjes, që për hir të vërtetës duhet thënë ka pësuar dhe reduktime të ndjeshme në të rishikimin tërësor, reduktime të ndjeshme në numrin e personelit, dhe kjo është e rëndësishme, gjithnjë në idenë për ta kthyer gjithçka në efikasitetin dhe përdorimin e duhur. Dhe fokusi i punës së Agjencisë Inteligjencës Mbrojtjes është detyrimi kushtetues për të shërbyer me inteligjencë forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe të shmanget ligjërisht nga ana administrative dhe nga ana e përditshme e menaxhimit të punëve në atë agjenci, të shmanget nga detyra të tjera jashtë këtij fokusi, për të mos lënë asnjë mundësi keq përdorimi. Kjo është e rëndësishme dhe këtë do doja ta theksoja. Të kthehet dhe të kryej detyrën që i takon. A ka qenë efikase gjatë periudhës që jeni ju? Mendoj që këtë vit unë do thoja vetëm se fjalë të mira. Megjithse ishte i gjithë ky vit tranzicioni për agjencinë, duke kaluar në strukturën e re, riorganizimin, çështjet e lëvizjes personelit, por është e rëndësishme kur bashkëpunon me agjenci të tilla, e rëndësishme është fryma e mirëkuptimit që sjell. Fryma është gjithçka. Fryma e mirëkuptimit do të japë patjetër dhe rezultate të kënaqshme. Dhe besoj që këtë frymë kemi arritur dhe me leadershipin e ri të agjencisë. General, është folur në këto 24 vite në Shqipëri për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit. Dhe kur përmenden ato për deputet, për politikan, majtas, djathas e deri te media, nuk përmenden asnjëherë ushtarakët. Unë dua të pyes direkt, cili është mendimi juaj për këtë debat kaq të madh, që është bërë më shumë debat politik se sa debat teknik dhe që duhet të ishte bërë shumë kohë më parë dhe të ishte pastruar çdo institucion i shtetit nga ajo pjesë e kaluar më e keqe e pjesës së kohës së komunizmit. Nuk e di zoti Qafoku, doja ta ndaja veten time në dysh në qëndrimin ndaj kësaj pyetje. Në pozicionin që jam dhe që shërbej do të refuzoja të përfshihesha në një debat të tillë, por dhe si qytetar i liriks i Republikës Shqipërisë, nuk është se nuk kam dhe unë një qëndrim preferencial për zgjidhjen e kësaj çështje dhe kuptohet që unë ndaj të njëjtin mendim me shumicën në këtë vend, ose me qasjen prendimore në lidhje me këtë çështje, që një transparencë dhe skanim i kujdesshëm, i normuar, i mirë rregulluar dhe mirë administruar, i bën mirë këtij vendi. Qartë. General, ne kemi ardhur në fund të emisionit. Unë jam ndjerë shumë mirë. Ne mund të bënim edhe 1000 pyetje të tjera. Punët dhe problemet tuaja janë pafundme, sepse është një gjë normale dhe numri i ushtarakëve po edhe të tjerëve që kanë bërë pyetje është shumë i madh. Unë nuk mund të lexoja dot ato për arsye të kohës, por unë ndjeva dy fish mirë edhe për shkak të edukimit tim të parë të hershëm prej ushtaraku. Ishe kënaqësi që ju kisha, ju nëse do keni diçka për të thënë edhe qoftë edhe ushtarakëve, por edhe më gjerë. Fillimisht do t'ju patjetër duhet ta mbyllim me dy fjalë
për t'ju drejtu dhe audiencës dhe njerëzve në uniform që mbase na shikojnë në këtë orë të vonë të natës. Po fillimisht do t'ju falenderoja shumë zoti Qafoku për ftesën, kohën e hapjes së studios edhe për mua dhe t'ju siguroj që ndjesit në përgjithësi janë reciproke, në qoftë se jeni ndjerë ju mirë, patjetër që jam ndjerë dhe unë mirë. Shpresoj të njëjtin mesazh ta kemi shpërndarë së bashku dhe për ata që na ndjekin. Po do ta mbyll edhe një herë me një urim të përzemërt për njerëzit që shërbejnë në uniformën, krenaret forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, burra dhe gra qofshin, urime gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri, patjetër që 2015 do të jetë viti i konsolidimit dhe i rritjes së ngadalshme, por të sigurt të gjithë shkaje në forcat armatosura. Ju falenderit dhe njëherë. Falenderit general. Falenderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.